Sot duhet flas për atë që e ndjejmë të tërë çdo ditë. E vuajmë kurizin ton. Çmimet e larta. Çmimet e lartë të naftës. Çmimet e lartë të produkteve ushqimore, veçanërisht në 2 javët e fundit, shkaktuar nga kriza. Në javën e fundit, çdo ditë në mëngjes, çdo ditë në mesditë, çdo ditë në mbrëmje, kemi parë dhe kemi dëgjuar lajmet se si qeverit e vendeve të rajonit, si qeverit e vende evropiane miratonin paketa ndihme për njerëzit e tyre, për ekonomitë e tyre, për familjet e tyre. Se si qeveria greke vendosit të ndihmojë popullin e saj, se si qeveria italiane vendosit të ndihmojë popullin e saj, se si qeveria spanjolle miratoi 5 miliardë euro në ndihmë të njerëzve të saj, se si qeveria gjermane është duke bërë njëjta gjë, qeveria austriake duke bërë njëjta gjë, se si të gjithë vendet e rajonit janë ulur seriozisht duke shqyrtuar çdo mundësi që kanë, çdo instrument që kanë për t'ia bërë jetën sa më të lehtë qytetarëve të tyre, familjeve të vendit tyre, ekonomisë vendase. Por çfarë ndodh gjatë 2 javëve apo 10 ditëve në Tiranë? Asgjë. Një tallje e madhe, asnjë mbledhje qeverie, asnjë masë konkrete. Vetëm batuta të kryeministrit, vetëm show, takohet me bizneset dhe i thonë e mbani ju koston. Pastaj bën sikur do miratoj një bord, pastaj thot diçka tjetër dhe që ande i hidhet në një vend tjetër. Asnjë masë konkrete. Ndërsa nafta sot ka kapur 2200 lekë të vjetra litrin, ndërsa ushqimet bazë janë duke u rritur nga dita në ditë, ne nuk dim asgjë, ne nuk kemi asgjë. Jemi qytetarët më të poshtruar, jemi më të shkelurit me këmbë, jemi më të mos përfillurit. E gjitha kjo, sepse qeveria që kemi, as nuk e vret mendjen, as për ne, as për njëri tjetër, po vetëm për veten e saj. Çmimi i naftës nuk është i lartë, sepse dikush thjesht abuzon me të. Për këtë qeveria ka të gjitha mundësit. Mund të çojë, të bëjë inspektime, të kontrollojë. Çmimi i naftës, dhe kjo i duhet thënë shqiptarëve, është se ne kemi ngarkesën më të madhe fiskale në Evropë e ndoshta në botë.